Në javët e fundit, puna ime është përballur me një fushat baltosëse që për qëllim nuk e ka kritikën dhe nuk ka të bëj as pak me llogaridhënien. Është diçka tjetër, shumë më e ftohtë, e krejtësisht e qëllimshme. Është përpjekja për të zhveshur një njeri nga dinjiteti i tij njerëzor, për ta kthyer në objekt, për ta krahasuar me kafshët më të egra, për ta zëvendësuar të vërtetën me imazhe të manipuluara, gënjeshtra që përsëriten aq shumë derisa dikujt mund t'i duken të vërteta. Imazhe që krijohen për të lënduar dhe për të shkatruar vlerat më të larta njerëzore që e kanë mbajtur popullin ton bashk në kohët më të rënda. Fjalë që nuk synojnë debat, por shkatrim dhe eliminim. Dhe për këtë arsye duhet të flasim, jo si viktima, asnjëherë si viktima, asnjëherë, por si mbrojtëse të demokracisë, vetëm si mbrojtëse të demokracisë. Sepse kur propaganda mund ta kthej çdo në tradhtar brenda natës, kur e vërteta mos ka as pak rëndësi, kur dinjiteti gjithnjë shndrohet në dëm kolateral, atëherë e tërë demokracia është në rrezik. Prandaj leadershipi i ndjeshëm ndaj gjinisë nuk është luks, është domosdoshmëri dhe kërkon institucione që nuk heshtin. Kërkon që të mbajmë përgjegjës ata që përdorin teknologjinë dhe e shndrojnë në propagandë, që shfrytëzojnë dezinformimin dhe që besojnë që narrativa e tyre mund të ruhet vetëm e vetëm nëpërmjet friksimit. E një shoqëri që mësohet me një narrativ të tillë e humb në tërësi e humb busullën morale. Mirë, po kjo nuk është luftë vetëm ndaj një personi. Është një mesazh i drejtë për drejtë për secilën grua, për secilën vajzë që mendon të hyjë në jetën publike. Është mesazhi që thotë se për gratë në politik, ky është çmimi që do ta paguash, apo edhe ndoshta më i lartë. Dhe pikërisht për këtë arsye kjo nuk është më çështje personale. Është çështje e demokracisë. Sepse demokracia nuk rrëzohet vetëm nga krizat e mëdha. Ajo dobësohet ngadalë, kur e vërteta relativizohet, kur e vërteta goditet dhe bëhet tërësisht e parëndësishme. Kur shpifja bëhet mjeti kryesor, kur dinjiteti njerëzor trajtohet si pengesë e jo si vlerë. Një shoqëri që mësohet me këtë humb diçka thelbësore, aftësinë për ta dalluar të drejtën nga e padrejta, të vërtetën nga e pavërteta. Dhe kur kjo ndodh, të parat që gjithmonë tërhiqen janë vajzat e reja. Ato që realisht do duhej të vishin pas nesh, të zënë vendet tona. Ato që do duhej ta dërgonin këtë vend përpara. Sepse ato fillojnë të pyesin, a ja vlen? Dhe nëse përgjigjja është jo, atëherë humbja më kurrë nuk është individuale, është kolektive, është e të gjithë neve, është e të gjitha juve. Prandaj po e përsëris. Leadershipi i ndjeshëm ndaj gjinisë është domosdoshmëri. Nuk mjafton që gratë thjesht të jenë të pranishme në tavolinë. Ato duhet të jenë të sigurta aty, duhet të dëgjohen dhe duhet të kenë mundësinë që të vendosin pa frikë. Kjo kërkon institucione që nuk heshtin përballë dhunës, që e njohin dhe ndëshkojnë atë, qoftë ajo fizike, verbale apo digjitale. Kërkon përgjegjësi. Dhe përgjegjësia nuk është abstrakte. Ka emra dhe ka pasoja. Megjithatë, pavarësisht gjitha këtyre, le të jemi të qartë për një gjë. Unë nuk qëndroj këtu sot para jush e lëkundur. Përkundrazi. Çdo sulm e bën më të qartë luftën që e kemi përpara. E bën më të qartë çdo betejë për të vërtetën. Sepse vetëm ata që e sfidojnë një rand të bazuar në frikë provokojnë një reagim kaq të fortë.
Kjo nuk ka të bëj më me politikën ditore. Kjo ka të bëj me mbrojtjen e vlerave njerëzore. Kjo ka të bëj edhe me frikën nga barazia në fakt. Dhe kjo do të thotë se jemi në rrugën e duhur. Sot kur shikoj pas, nuk numroj si suksese vetëm vendime apo reforma. Mendoj për hapësirat e reja që janë hapur për gra e vajza në çdo sektor, përfshirë në atë të sigurisë. Mendoj për zërat që janë bërë më të fortë. Gëzohem për guximin që është bërë më i dukshëm. Dhe nëse puna për ta forcuar shtetin ton, për të fuqizuar gratë, për ta ofruar vendin ton me aleatët, për ta bërë zërin e Kosovës të dëgjohet kudo në botë me dinjitet. Nëse kjo është arsyeja pse dikush sulmohet, atëherë përgjigjja është shumë e thjeshtë. Kjo punë nuk do të ndalet. Kjo punë do të vazhdoj. Pa zhurmë të panevojshme, pa hezitim, sepse disa rrugë nuk zgjedhen sepse janë të lehta, por zgjedhen sepse janë të drejta. Zonja dhe zotrinj, gratë në leadership nuk duhet të jenë përjashtimi. Përjashtimi nuk ndryshon rregullin, është norma ajo që ndryshon rregullin. Dhe për ta bërë normë, duhet më shumë prani e sigurt, duhet qëndrueshmëri, duhet mbështetje dhe duhet vendosmëri kolektive. Sepse përfaqësimi pa përgjegjësi është i prisht, ndërsa përgjegjësia, kur ndahet me të tjerët, kur promovohet, ka fuqinë të ndryshojë jo vetëm institucione, jo vetëm shoqërinë, ka fuqi ta ndryshojë botën. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta, por kanë qenë vite kur qëllimi ka qenë i qartë, vite gjatë të cilave kemi punuar që përfaqësimin ta shndrojmë në ndikim real për vendin tonë dhe përgjegjësinë ta kthejmë në vendimarrje që hap rrugë për gratë dhe vajzat në çdo nivel të shoqërisë. Jemi krenar me punën dhe angazhimin tonë për gjatë këtyre 5 viteve. Dhe arsyeja e këtyre sukseseve është evidente. Shumica dërmuese e bashkëpunëtorëve të mia janë gra. Dhe disa burra. Burra kampion të përkrahur nga gra jashtëzakonisht të forta. Por ta kemi të qartë që të gjithë, historia nuk fillon me ne. Para nesh, gratë e Kosovës kanë mbajtur mbi supe shumë më shumë se sa çdo mandat i yni. Shumë më shumë se sa çdo mandat apo përgjegjësi që mund të kemi ne sot. Kanë mbajtur familje, kanë mbajtur shoqërinë tonë, kanë mbajtur gjallë vetë idenë e lirisë kur ajo ishte më e rrezikuar. Dhe në vitet e 90-ta, shumë prej tyre dhanë gjithçka. Dhanë edhe jetën. Atyre nuk u detyrohemi vetëm kujtesë. U detyrohemi nderim nëpërmjet vazhdimit të punëve të mira, pavarësisht se ku do të jemi. U detyrohemi të ndërtojmë një shtet i cili asnjëherë nuk e ndëshkon guximin, por e nderon atë. Një shoqëri që asnjëherë nuk e shtrembron të vërtetën, por e mbron atë. Një leadership që nuk udhhiqet nga frika, por nga përgjegjësia, dhe që është i gatshëm që për të mirën e Kosovës ta ndajë atë bashkë me të tjerët. Ky është standardi ynë, jo vetëm prania, por përgjegjësia në të mirë të shtetit dhe ndryshimi pozitiv në të mirë të shtetit. Prandaj të dashura gra e vajza, rruga përpara nuk është as pak e lehtë, por është e jona. Jeni të sigurta që është e jona. Dhe gratë e Kosovës e kanë treguar çdo herë se ato dinë ta ecin këtë rrugë me dinjitet, me guxim dhe me një qartësi për t'u lakmuar. Vetëm kështu, duke ecur përpara, pas një frikë, me dinjitet njerëzor dhe në mbrojtje të së vërtetës. Vetëm kështu, nderohet e kaluara, nderohet dhe ndërtohet e tashmja, dhe mbi të gjitha ndriçohet e ardhmja për vajzat e gratë që do të vinë pas nesh. Ju faleminderit shumë.